Komisioni i disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka dhënë vendimet edhe për ngjarjet e rënda që kanë ndodhur në fund të ndeshjes mes Flamurtarit dhe Elbasanit të luajtur ditën e shtunë, ku kishte kaos në dhomat e zhveshjeve dhe përplasje mes lojtarëve dhe stafeve të dyja skuadrave. Edhe pse vlonjatët kanë akuzuar futbollistin e Elbasanit Emiliano Musta si shkaktar të sherrit dhe iniciator të përplasjeve, për disiplinën dënimet kanë qenë vetëm për Flamurtarin. Kësaj klubi i Vlonjatës dënuar me një gjop të majtmendër, ndërsa është pezulluar me 6 muaj një prej futbollistëve dhe për 1 vit edhe një prej zyrtarëve të klubit. Flamurtari për mos përmbushje të përgjegjësive për rendin dhe sigurim pas përfundimit të ndeshjes si përcjellit gabuar të spektatorëve duke hetur sende në fushën e lojës, dënohet me gjop në masën 300.000 lekë të reja. Zyrtari i klubit të futbollit Flamurtari, Artan Mehmetaj, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, dënohet me 1 vit pezullim nga gjitha veprimtaritë organizuara nga Federata Shqiptare të Futbollit, ndërsa i ndalohet hyrja në gjitha stadiumet në veprimtaritë sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit deri në përfundimin e dënimit. Lojtari i ekipit të Flamurtarit, Squadrone Luciano, për sulm ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar, dënohet me 6 muaj pezullim nga gjitha veprimtaritë organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Në zbatim të nenit 6 fraksion 2, lojtarit i ndalohet hyrja në dhomat e zhveshjes dhe në ambientet e brendshme të stadiumit deri në përfundim të dënimit.